anulimi i termocentralit 3, pra projektit Kosova e Re, është dëmi më i madh që e shkaktu Kosovës, edhe popullit Kosovës, pas lufte, pra s'ka goditje më të madhe që i ka ndodhur Kosovës. Anulimi i një termocentrali prej 500 megawattve është jo vetëm dëm energjetik, është dëm në siguri, është dëm në pavarësinë tonë politike, po edhe në çdo sferë tjetër të jetës sonë. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anulimit të këtij projekti 500 megawatt me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rreth tij e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzue pavarësinë energjetike të Kosovës, dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjën këtë sallë nuk mundet me me i bo bisht. Kjo është një vërtet e cila kur s'ka me ndryshue. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lonë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri 500 megawatt dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Krejt VV-n e lus, çdo antar të VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju them. A e kom për i nati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ullën që e kanë shkaktue këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë mu mshef dhe s'kanë me mujtë mu mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju, burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominuajnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata, bashkë me njerëz të afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurti dhe Jona Mihali, krijojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipëni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës ti, i njerëzve të ti, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha institucionet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këto, s'muni me emnuti konë kek, deputet as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Dhe tani edhe në kosht, një për ministrit, është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës, mos me raportu koshti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon duhet e lija mafijes energjetike, me bo edhe ma keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë së të tu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thëmë këto fjalë në parlament juve së të tu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet t'ja ndoj menen që ka na gjonë mas 6 vjetë. Duhet t'ja ndoj menen, mbajnë përgjësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt. Termocentrali i ri, teknologji e re, pa ndotje, e me çmim 80 euro. Si kus t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymyr të Kosovës, me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiqt tonë, e na me ble për tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh rreth shefit qeverisë. Deri kur na dojmë i heshta.